Blinken se do të vazhdojnë me implementimin e marrëveshjes së Washingtonit. Dhe çfarë ndodhi? Jo vetëm që s'vazhduan, pra u treguan jo konsistent, por u bë dhe një marrëveshje pastaj e Brukselit me all in one me njëjën. Aneks. Dhe çfarë ndodhi? Edhe kjo ra poshtë, sepse shife, ajo marrëveshje krahas zgjidhjes së problemeve apo përgatitjes së Kosovës për të ecur si subjekti pavarur shtetëror, domethënë në çështjet ekonomike, infrastrukture të tjera, sepse kemi shumë tema të hapura me Serbinë edhe po tani jo pavarësinë. Çështja e ujmanit, çështja e Kurullës, çështja e autostradave, e të tjera, çështja e minierave, ku ta diun të nxjillet atje, janë tema që duhet zgjidhur prapë me marrëveshje ndërkombëtare. Dhe ajo marrëveshje karakterit ekonomik arriti që ti vë në letër zgjidhjet për gjitha këto tema që Kosova kur nëse njihet pavarësia nga Serbia arrit një marrëveshje për një ndërsjell, të ecë e pa penguar përpara. Çfarë ndodhi? Ju dini se erdhi pastaj qeveria Kurti, i cili erdhi me idenë e reformatimit marrëveshjes dhe dialogut dhe i mohoi, do thotë, nuk e përfilli marrëveshjen e Washingtonit, pastaj këtë hipotezë shfrytëzoi edhe Vučići dhe nuk e përfilli fare, por kjo marrëveshje kishte peshën e saj sepse si rezultati i kësaj erdhi njëja nga Izraeli, që ishte njëja strategjike për Kosovën në shumë aspekte. Kështu që unë pres të jetë konsistent në marrëveshjet e arritura dhe të ndalë gjitha ato marrëveshje siç janë plani franko-gjerman. Plani franko-gjerman erdhi nga dobësia e ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian, pa aftësia për të menaxhuar një situatë siç ishte ndërmjetësimi mes Kosovës dhe Serbisë për të arritur një marrëveshje finale. Se Bashkimi Evropian ka falimentuar, ka dështuar, edhe Lajçak, edhe Borrell, dhe janë histori e turpit, nuk janë histori suksesi sa i përket raportit. Ju e dini se vetëm pas kësaj ndërhyrje dhe këtij ndalimi të tendencës platformës serbe për të krijuar një krizë. Ju e dini ato lëvizjet radikale, grupe radikale atje terroriste, eksponentëve të caktuar të krimit në veri, bllokadat godadione. Pas ndërhyrjes së presidentit Trump apo administratës Trump, atëherë aty u kriju një qetësi e imponuar, ose edhe nëse u bë bajzka tjera, u bën duke u fshehur dhe duke mos marrë përgjegjësi për zhvillimet e tyre, apo duke i përgatitur tamam siç veprojnë organizatat terroriste dhe me marrë përgjegjësi në brenda Serbisë, por administrata Trump nuk është administratë e asaj soft diplomacisë të grupeve globaliste, është një diplomaci me drejt për drejt, dhe unë mendoj se institucionet e Kosovës duhet ta vlerësojnë dhe duhet jetë gatshme ta ndjekin në hap kursin politik që do të ndjek zoti Trump për stabilizimin e Ballkanit. Mos harrojmë, jemi në një rrethon kur kriza në lindjen e mesme do të hapë një shteg përplasjesh më të mëdha në karakterit gjeostrategjik dhe gjeopolitik në glob. Pra, Rusia tani po mundohet që ta bëj influencimin e saj, ndikimin e saj, kontrollin e saj në Evropë përmes Ukrainës, kurse në pjesën e Indo-Paqësorit përmes Iranit, pra duke pretenduar shtrihen e Iranit në për disa vende siç janë përreth anej, Irak, Libi, Siri, Yemen e tjera, pra tendenca për ta shtrirë ndikimin e Iranit dhe përmes kësaj të depërtojë në Indo-Paqësor, i cili është Oqeani Indian, ju e dini se është nyja e qarkullimit gjitha rrugëve të tregtare, po edhe e komunikimit mes Perëndimit dhe Lindjes. E cilësoni një përballje strategjike në shkrimin tuaj këtë, ato që po ndodh lindjen e mesme. Pikërisht pra, kjo është niveli strategjik dhe Rusia po punon në të dyja drejtimet. Tani, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë strategjinë e tyre, shife, është një mrekulli se si po arrin me i përmbajt edhe Iranin nga pretendimet e veta, po edhe Rusin atje në Ukrainë nga pretendimet e veta, sepse Rusia luan dy anshëm, pa u involvuar drejt për drejt. Mirë po, me këtë mbështetje pa rezervë që i kanë dhënë Izraelit, pastaj me mbështetjen që i japet Ukrainës, unë mendoj se kanë arrit të ndalin edhe hovin e Rusisë në drejtim të Bashkimit Evropian, e cila pretendon përmes detit zi dhe mes dhëut të Kapoçani, po edhe në anën tjetër Irani dhe shtrirja e tij në ato vende për rreth tendenca për të krijuar një terren për depërtim të Rusisë deri në Indo-Paqësor. E tash, unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndaljen e Iranit
besoj, duke mbështetur Izraelin, besoj se do ta izolojnë tërësisht Kinën nga ana perëndimore, pastaj duke krijuar aleanca edhe ushtarake edhe ekonomike që po i bën veç mujt e fundit me pjesën e Azisë jugore, Azisë lindore dhe juglindore, atëherë do ta izoloj Kinën komplet dhe kështu do ta pamundësoj pengimin e menaxhimit apo e drejtimit të, mos ta them këtë botës, në këtë pjesë, domethënë botës ku gjithmonë ka vota krize të gatshme për të qenë për të sjellë deri te përplasjet e luftrat, siç është rasti i tanë. Po unë mendoj se kjo është këtë rikthimi i doktrinës Trump është një përkujtim se ato vijat e kuqe që i ka vendosur dikur ekzistojnë ende dhe është diplomacia e dorës së fortë është më i gatshëm se kur të veproj. Paralajmërimet e fundit që janë bërë Iranit, mendoj se e kanë sjellë në situatë Iranit që në çdo kërcënim, ato termat për zhdukje nga faqja dhe të Izraelit janë në nënshkrim i vetë zhdukjes apo i vetë vrasjes së vetë shtetit të Iranit. Pra, është për ta mbyllur aty ku e nisëm, ashtu siç thoni dhe ju, fuqia dhe jo diplomacia të rast do ta vendos paqen duke dëmtuar boshtin e skeqjes së satelitët, vim në Ballkan dhe në Serbi, e cila këtë rrallë nuk e ka dhe Rusia gjithë vëmendjen tek ajo për ta mbështetur, duke qenë se janë hapur shumë fronte. Ky është momenti më i mirë që të ketë zgjidhje përfundimtare edhe për Kosovën. Unë mendoj se kursi politik i doktrinës Trump nuk mundet me u arrit përmes asaj soft diplomacisë apo përpjekje diplomatike të buta, por përmes fuqisë dhe detyrimit. Kjo është dëshmuar edhe në mandatin e parë Trump, ju dini në sjelljen me Iranin, dhe Irani ka qenë shumë i qetë për atë periudhë, do të thotë nuk ka provuar të bëjë eksese të natyrës të tillë, përkundër faktit që i përdor këto proxy forces, domethënë këto grupet që veprojnë me armë të Iranit, pa pas kurajt të involvohet vetë, Hezbollah në këto grupet e milicisë, Hutit e tjera. Prandaj, mirë, mund të ketë një polarizim atje dy bloqeve, bloqit pro-Izrael dhe pro-SBA, dhe që janë Emiratet e Bashkuara, Arabia Saudite, Izrael e tjera, dhe mund të jetë ky blok ku pastaj i boshtit rezistencë që përkrah Iranin, po që unë mendoj ku hin për rolin ky që kanë Rusia dhe Kina, mirë po edhe këtë përplasje në dimensione globale, Shtetet e Bashkuara tashmë veç e kanë të qartë se si do ta menaxhojnë